Tashti jemi në momente shumë kritike se çfarë bëjmë, se çfarë themi në lidhje me protestën. Jemi në momente tepër kritike. Për shembull, para një 2-3 ditëve, unë u sugjerova kujdo, edhe ata që protestojnë, edhe ata që suportojnë protestuesit anë kënd Shqipërisë, që duhet ta rrisim protestën gradualisht, të fillojmë e të bllokojmë portin nga del nafta, kromi, bakri jonë që shitet, vazhdon shitet sot e kësaj dite, që është pasuria jonë kombëtare dhe duhet të jetë pasuria e brezëve që vinë dhe ja këtyre sahan lëpyrsëve, kriminaleve që na kanë vjedh pronët. Edhe kërkova që të bllokojnë aeroportin, edhe kërkova që të protestojnë para ambasadeve. Edhe protestuesit bllokun rrugën e aeroportit. A ishte kjo që dëmtoi protestën? Jo. A ishte kjo që ndihmoi protestën? Jo. A është kjo që mund të shkatroj protestën? Mundet. A është kjo që mund të forcoj protestën? Mundet. Por do të bëjmë bixhos, nuk duhet bëjmë bixhos. Nuk duhet bëjmë gjëra që mund na dëmtojnë më shumë se sa të marrim pikë. Problemi është këtu. Ne kemi një protestë paqësore, por të fuqishme edhe nuk tërhiqemi, që qeveria korruptume, edhe jo qeveria se flas gabim, por establishmenti, ky lloj sistemi që është kriju, një sistem kriminalesh, hajdutësh, dy paleve, dy partive, të korruptum, të dy, e kanë marrë peng Shqipërinë. Ne duam të shkatrojmë këtë sistem. Por ne jemi popull dhe nuk mund dalim kundër popullit. Në qoftë se para kohe bllokojmë aeroportin edhe portin, ne ndoshta nuk do t'i bëjmë dëm më shumë qeverisë dhe sistemit se sa i bëjmë vetë popullit vetes son. Pra nuk mund të nisim luftën me veten tonë. Edhe pse synimi, qëllimi është objektivi, është i pastër për të ndihmuar popullin, edhe do interpretohet për edhe mundet. Aty për momentin ne i bëjmë dëm popullit. Një person që ka ardhur në Tiranë të mbështes protestën, të bashkohet protestës, por ka një urgjencë do hiki prap në Angli apo në Itali, në Amerikë, ne nuk e lejojmë të iki, i bllokojmë rrugën. Ndoshta duhet jemi më të kujdesshëm, se pa dashje mund të ndihmojmë qeverinë, edhe mund të ndihmojmë edhe narrativin e tyre kundër protestës. Ne do t'i bllokojmë këto. Kur protesta të kalojë në fazën tjetër, në fazën e mosmbindjes civile, në fazën kur i kemi ozëru të gjitha opsionet dhe qeveria nuk iken. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Unë prap mendoj që protestat duhet të shkojnë edhe përballë ambasadave kryesore, sako që nuk bëhen as të bezdisshme për ta, as të dhunshme për ta, e as nuk pengojnë punën e tyre, por vetëm si sensibilizim që ne presim reagimin e juaj për çka ndodh. Edhe pastaj tërhiqemi në shesh gjithmonë para ndërtesave shtetërore, siç është kryeministria, mund të jetë parlamenti, sheshët që na janë blloku, por jo të atje në qoftë se kemi median, në qoftë se kemi median që na ndjek, edhe që pasionon realitetin, jo që t'jetë me ne kundër qeverisë, që i takon t'jetë me popullin, por thjesht pasqyroj realitetin edhe në Zvërnec, edhe në Shkodër, edhe në Theth, edhe në Valbon, kudo që janë bo patrisit, ne mund ngrihemi në protestë, por në qoftë se nuk pasqyrohen nga media, do ngrihemi kot. Mos i thash këta vëllezër e motra, kanë edhe sa gjona jashtëzakonisht të rëndësishme,
në Shqipëri. Dhe gjoja më kryesore është një deputete socialiste nga Shkodra, Mariana Koçi, një vajzë e re, që e ka zgjedhë dhe e ka propozu Partia Socialiste, mbas të planeve të Edi Ramës që ka pas për Shkodrën, edhe që e kanë identifiku në fillim si një fytyrë e re e Partisë Socialiste, që i shërben projekteve të reja të Partisë Socialiste në Shkodër, ka dhënë dorëheqjen jo nga deputet Liku, është deputete, por është tërheq nga Partia Socialiste, edhe ka deklaru se do të jetë e pavarur. Ajo është prononcu në median sociale, në diçka që media kryesisht shqiptare, nuk e di nëse politikanët kanë marrë reagim, po këto të medjes, këto idiotët e medjes, e kanë trumpetu si kërcënim, edhe kanë folë gjatë për këta në vend që të flasin që ka shty Mariana Koçiun, që është zgjedh nga Partia Socialiste, është propozu nga Partia Socialiste, është zgjedh nga votuesit socialist në Shkodër, edhe ka deklaruar që nga sot dhe tutje, para 1-2-3 ditëve, është e pavarur në parlament, edhe se do të se gjoja deri më sot Partia Socialiste ka vjedh mandatin e saj, edhe jo ajo votuesit e Partisë Socialiste. Mirë po ajo që bjen sy, se do flasim dhe për këto 2 minuta, është se ajo ka thonë sot në mediat sociale, që kush prek, në qose në një prek familjen time për këtë vendim tim, unë nuk do të ridor kryq, edhe shprej ashpër, që do shkatroj cilin do. Do t'i shkatroj në qose prekni familjen time. Në radhë parë ky nuk është kërcënim, dhe nuk i nifët kërcënim as ligjërisht, as moralisht, as politikisht. Në qoftë se kjo Mariana Koçiu, më duket e pati, do të dilte, e do të thoshte, unë nga sot dhe tutje, nuk jam o socialiste, edhe do të ngrej popullin që më ka dhënë votën, që do të shkatroj Partinë Socialiste, deri këtu prap në kërcënim se i bashkohesh popullit, por individ veçantë, ky do ishte një lloj kërcënimi. Po në qoftë se ajo thot, mos më prek një familje, ne nuk e dim kush mund të ketë kërcënu, dikush mund të ketë sënu familjen, ka sjell një mesazh, ose dhe i ka shpik. Por sa ko që thot, që në qoftë se ju boni këta, atëherë unë do të bëj këta, kë nuk është kërcënim. Është një mbrojtje e pranueshme, një paraprit e pranueshme që në qoftë se ju more qena, më prek një familjen mu se unë more një vendim të tillë politik, ju do të paguni edhe me lafë, kësë nuk është kërcënim. Mos e interpretoni kështu, natyrisht që protestuesit duhet të merren gjatë me këta, se kalojmë nga temat e tona në diçka që u pëlqen socialistëve të merremi pastaj me historinë Mariana Koçiut në vend që të vazhdojmë të tregojmë botës që nuk është thjesht, nuk kemi ngriht thjesht vetëm për leleket e nartës, nuk kemi ngrit thjesht vetëm për pronët e Zvërnecit, nuk kemi ngrit thjesht vetëm për Sazanin, apo gjithçka, po për gjithë këto vjedhjet dhe korrupsionin e gjithë kësaj kohe, për këtë qeveri drogaxhish, kur çdo gjë është e lidhur me drogën, qeveria, një qeveri që i ka shërby vetëm narkotikeve dhe narkotikë që shërben qeverisë, që po dalin ditë për ditë. Ne jemi kundër këtij sistemi që quhet ndryshe establishment, që ka prodhuar dhe mban gjallë 2 partitë më të korruptuara në pushtet. Në këtij sistemi ku çdo përfaqësues i joni në parlament zgjedhet me laps edhe jo nga populli. Por, mas i thash këta, tërmeti më i madh
gjoja më e të mërshme që i ka ndodhur Ramës edhe kryehajdutëve të korruptuar në pushtet është largimi i Mariana Koçiut. Kjo Mariana Koçiu i ka dhënë grushtin si thon knockdown atje në ring që e hedh për tokë, e ka rëzu për tokë këtë parti dhe këtë qeveri. Për arsye se tash plasëritja ka plas mrena, i dim ne, shkaqet dhe arsyet nuk i dim. Na interesojnë neve? Jo, nuk na interesojnë. A është këty kjo se ndoshta spati më të ardhme me Partinë Socialiste? Apo është këty kjo se është një vajzë e re si gjithë ju të rinjt që është vështirë të i kontrolloj Rama si që kontrollon të halabakët e moshës sime? Ne nuk e dim. Ajo që dim ne, që dhe ngullin mendje, është se kjo vajzë edhe kjo akt i tregon çdo lloj kryesisht deputeti socialist edhe demokrat, që në qoftë se ju nuk jeni pleks me korrupsionin e këtyre viteve si kjo vajzë që s'kishte se t'ishte pleks 25-6 vjeçe. Në qoftë se ju i keni duar të pastra, s'keni bë krime për vjedhjen e pronave, falsifikimin e pronave në për hipoteka, në këtë që është alarmante në gjithë Shqipërinë për 37 vjet. Largohuni, se zjarri po vjen. Largohuni para kohe që ato të bind vet, të shembët shatia vet të zamrena, pa që nevojë ne të hedhim ato bombët e flakës e të djegim atje mrena. Largohuni. Edhe këto do të kenë një të ardhme me ne. Do të kenë një të ardhme me ne, edhe në qoftë se këto e bëjnë me llogari për të ardhmen, pra jo me dëshire me zemër, për arsye se pandimojnë rrëzimin. Edhe njerëzit bëjnë pakte, qeverit bëjnë pakte, shkojnë luvë dy shtete që janë kategorikisht kundër një armiku të madh. Neve na duhen njerëz që na ndihmojnë në spastrimin e këtij sistemi që kemi, edhe në qoftë se këto njerëz vinë edhe nga partitë dhe ne duhet i motivojmë, duhet i përkrahemi dhe bile do t'i kemi parasysh në të ardhmen. Kjo do t'i hap derën, do t'i hap mundësinë deputetëve të PD-s dhe PS-s që nuk kanë lidhje me krimin, që nuk kanë frikë se hetohen e zbulohen nesër, se palët që kanë frikë që të janë të implikuar nuk do ta bëjnë protestën. Për arsye se kënaqen, ndoshta se mund të jenë armiqtë Ramës, por do kenë frikë nëse janë pleks me korrupsionin vet. Por njerëzit e rinj, njerëzit e pastër, deputetët që janë në parlament, por që akoma s'kan pas mundësi, për shembull deputeti e Monzës, Luku, një vajzë e mrekullueshme, një vajzë që gëzon respektin në Manës, ajo s'ka pas kohë, as s'ka pas mundësi të merresh me krimin e organizuar, qoftë partisë në pushtet, qoftë me dallaveret e opozitës. Ata mund të largohen sot e t'i bashkohen protestës, që të kenë një të ardhme nesër. Kjo do të na ndihmojë neve në spastrimin sa më shpejt të pesëllikut që kemi përpara. Pra duhet t'i kemi këto njerëz, por që ta sqarojmë, që të dimë, në Shqipëri, deputetët si Koçiu, Mariana Koçiu, për shembull, deputeti e Partisë Socialiste, nuk ka fitu votat në Shkodër si deputete e pavarur. Shikojeni me kujdes. Ajo zonë dhe i popull atje në Shkodër, ja ka dhënë votën Mariana Koçiut se ja ka dhënë Edi Ramës, se ja ka dhënë PS-s, po disa mund i kishin dhënë edhe saj. Ne nuk e dim. Moralisht, kjo ka vjedh votët e PS-s, ka vjedh votët e Edi Ramës, edhe kalon tash
edhe thot, unë jam e pamvarur. Ti s'dole se e pamvarur. A jeti në Shkodër nuk ka dhënë votën ty si e pamvarur, votën e ja ka dhënë Partisë Socialiste. Mirë po ligji e njef që në momentin që ti bohesh deputete, kështu është ligji, edhe konsiderohen ato që kanë votu për ty, edhe si kur të kanë votu për Ramën, edhe si kur të kanë votu për Partinë Socialiste e në votuesit e tuj. Natyrisht që ti duhesh, t'ja shpjegosh votuesve të tuj, të shtyu ty, që të kalosh nga deputete e Partisë Socialiste në deputete e pamvarur, dhe a je pamvarur, apo do të votosh gjithmonë për shembull me partinë opozitare, pastaj nuk je pamvarur. Do të votosh gjithmonë kundër Ramës, edhe gjithmonë me partinë opozitare, po je pamvarur. Do të votosh si e pamvarur në parlament, se kaq është detyra e shumicës së atyre në parlament, janë për të ngrohtë karriget, nuk dinë asgjë për çfarë flitet, s'kuptojnë asgjë se çfarë thuhet, por ngrejnë dorën dhe votojnë. Kush të bind gjoja në parlament kryesisht nuk është kush të bind. Kujt partia i përket, edhe si të drejtoja i kryetari i mazhorancës apo i pakicës. Por kaq janë ata. Për ngritjen e votës shumicës, dinë asgjë, mirë po kjo po deklarohet, kjo po flet, po ka guximin kjo din. Pra, kemi diçka midis asaj që është moralisht t'i vodhe votet e socialistëve, vodhe votet e Ramës që të vuhet në listë, ato votun për votën, ato e për Ramën, ato votun për Partinë Socialiste, po moralisht, por ligjërisht ti ke të drejtën të kalosh e pamvarur. Në qoftë se dikush të kërcënon, ose ke frikë se të kërcënon, ti ke të drejtën tate të shprehesh. Po të kërcënon, dhe bësh veprime kundër kërcënimit jo në mënyrë antiligjore, por në qoftë se ato kërcënimi i tyre është antiligjor, ndoshta edhe përgjigje antiligjore pritet. Nuk ka mundësi dhe nuk ka ligje në asnjë shtet botës që shteti, policia, personat e fshet të vinë të hakmerren me familjen tate, thjesht sepse ti ndrove ngjyrat e partisë. Në qoftë se ata hakmerren, në qoftë se ata vinë të marrin hak të familje jote ose të ti, këta bën një veprim të paligjshëm. Edhe veprimi i plumbit do plumb, veprimi i paligjshëm, le të përgjigjemi me veprim të paligjshëm. Unë mendoj, ashtu siç e njohun Shkodrën dhe popullin tim, po kryesisht Shkodrën, që kërkon të jetojë me kanon. Kjo vajzë është vajza e Shkodrës. Votuesit që i kanë dhënë votën e saj duhet të mbrojnë ata. Ato duhet të ngrihen këmbë si Shkodran të mbrojnë gocën e vet, dhe jo një pënone që ka shit gjithë Shqipërinë. Edhe ato të bëhen një me atë votuesin e vet, paktën ato ku kanë votu për këtë, edhe nëse kanë votu për socialistët, edhe çdo përhyrje e emrit të saj nga Partia Socialiste, unë mendoj që duhet të jetë një përhyrje e shkodranëve të asaj zone nga ajo vjen, kështu që duhet ketë, edhe duhet ketë përkrahje në mbështetjen e Shkodrës, ose të paktën në asaj zone të Shkodrës që ka votu për këtë. Çdo kërcënim, çdo shpifje, çdo keqdashje, çdo interpretim kundër saj duhet të jetë kundër Shkodrës. Veprimi i saj është i godësimshëm. Unë i urrej Dallaveregjit që hidhen nga një parti në tjetrën, i urrej ata që kafshojnë dorën e atij apo asaj që ka ushqyer, ne kemi pa plot kështu në Shqipëri. Dallaveregji që kaloi nga njëra parti në tjetrën, Partia Socialiste është akoma e fuqishme. Partia Socialiste ka akoma shtetin dorë. Partia Socialiste ka akoma policin dorë. Të dalësh sot një vajzë re, 25-6 vjeçe, të dalë kundër Ramës, cilat do të kenë qenë arsyet e pakënaqësit midis tyre, nuk është Dallaveregji, së shpejt akoma, kur të bjerë sistemi, orania kur po mytet,
ata që kalojnë nga PS-ja në tjetrën, ato janë dallavëregjit e tipit Ilir Meta e ku të dio që kalojnë sa në një parti në tjetër këto që quajnë këta që s'kan vertebrë. Kjo nuk hyn në radhën e dallavëregjive e atyre që ndrojnë flamujt me çdo parti. Ka hyn në radhën e heroinëve për këtë veprim që ka bë, edhe kjo i përket popullit, protestës, guximit, edhe duhet tjetë si e lulje parë, si e zoku i parë, që besojnë qose kemi njerëz të ndershëm, njerëz që duan të shërbejnë dhe ata kanë hyrë në politik, njerëz të rinj, nga dy partitë, sot është koha ti hedhin të serat. Është koha ndoshta ta bojkotojnë komplet parlamentin, ose unë nuk të doje që kjo vajza të lej parlamentin, se parlamenti ekziston, po se do të zëvendësojmë një tjetër, nuk e di ligjet. Por në qoftë se ne do kemi për shembull 20 veta nga dy parti të lejnë parlamentin me njëherë, le ta lejnë parlamentin, ata do bëhen deputet, pastaj jam i sigurt do kenë vend me partinë e re që do vjerë, me lëvizjen e re që do vjerë, por ndihmojnë në rrëzimin e sistemit sa më shpejt. Ndihmojnë në rrëzimin e sistemit sa më shpejt. Një gjë që më bëni më përshtypje është se udhëheqësit evropian më duket se prap kërkojnë të mbyllin syt me veprimet korruptive të qeverisë së Tiranës, edhe unë për vete si Sami Gjoka nuk kam prova, po jam më së i bind se kjo qeveri, ashtu siç është ekspozu që ka dash të korruptoj deri njerëz të lartë në qeverinë e Biden, ashtu siç ka përdor tokat tona të vjetme dhe pronat tona me korruptu familjen e Trumpit, Kushnerin, me këto biznise. Unë jam i sigurt që ato kanë korruptu dhe kanë ble ambasadorët amerikan, që duhet një hetim i madh këtu në Amerikë, gjatë kësaj kohe, por jam i sigurt që nëse i kanë bërë këta, sa miliona janë paguajtur në dorë këto cross, këto leshet e Bashkimit Evropian, por a kemi ne fuqin, a kemi ne mundësin të bindim botën për këta? Jo. Çfarë kemi ne mundësin, është që ne rinia jonë të mos gënjehemi e mashtrohemi se shëndrim të maj Bashkimi Evropian me Ramën e qeverinë e Ramës. Në shpinë tonë i dim ne halët të tona. Mutin që na bënajnë mes dhomës e mes shtëpisë jemi ne që do të dorojmë. Edhe ai del atje, telepastër atje, vesh me kollare, felavje, po bën mutin në tavolinën tonë. Në është në dorën tonë dhe në dorën e Bashkimit Evropian, se çfarë qeverie ne dum, edhe çfarë qeverie ne spranojmë. Bashkimi Evropian nuk po pranon Partinë Socialiste apo Edi Ramën në Bashkimin Evropian, por pranon Shqipërinë. Një Shqipëri pa udhëheqës të korruptuar është më e denjë për Evropën. Ne nuk i largohemi Evropës në qoftë se pastrojmë edhe vëm shtëpinë tonë në rregull, vëllezër e motra. Pra, mos gjoni fjalët e Taulan Ballës, më tha mu një parlamentar, më tha mu një deputet, në momentin që një kryetar shteti, një kryetar parlamenti, njëri i lartë i strukturës shtetërore, i drejtohet popullit vet, kështu më tha mu njoni, pa emër. Kjo është një thashës themlik i përshtyshëm. Çdo lloj spekulimi mund të them unë, që kështu më tha mu një mik që kam në shtëpi të bardhë apo në kongres. Por çfarëdo që t'jenë këto vëllezër e motra, ne jemi në momente që ne duhet t'i përkrahim ato që largohen sot, jo nesër, nga parlamenti, që ja hedhin të serën sot dhe jo nesër
Berishës dhe Ramës për Soradi, që i bashkohen sot dhe jo nesër ka u zëson, dhe do të jemi tepër të kujdesshëm. Nuk ka ardhur akoma koha të bllokojmë aeroportin, rrugët që çojnë për spitale kurrë në kurrës do të kemi kujdes, vëllezër e motra, edhe portin nga ku dalin pronët e tonë të vjedh me çdo ditë, por nga porti vjen edhe ushqimi i popullit. Ne nuk duam na shoh populli që jemi populli vet, si armiq se bëbohemi, po ja bëjmë jetën popullit dhe jo pushtetarëve të padurueshëm. Mushni sheshet, mani akoma protestën në menak kornizëve të paqes, nuk ardhë koha akoma që të kalojmë në dhunë, por të rritemi fuqimisht, të përkrahim fuqimisht, të jemi gjithë bashk dhe të rrëzojmë qeverinë. Do vjerë koha shumë shpejt në qoftë se ata rezistojnë, ndoshta ata vetë do të provokojnë dhunën, po erdhi, vëllezër e motra, duhet të përgatitemi. Nuk duhet mendojmë që nuk vjen kurrë se ne nuk kërkojmë dhunën, për arsye se mund vijë edhe nesër, mund vijë edhe pas nesër. Qeveria mund të provokojë, policia mund të shkaktojë, njerëz mrena protestës të infiltruar mund vinë aty, që të bëjnë rëmuj si kur babone ju, po janë të tyret. Por ne duhet jemi të kujdesshëm në qoftë se kjo eskalon, shkallëzohet në dhunë, që t'i përgjigjemi me dhunën që kërkojnë. Atëhere është koha t'jo dërgojmë vendin se sa u vlen lëkura, dhe unë jam i sigurt që kështu si po veprojmë, më shumë se 3/4 dhe policisë do jenë me ne kundër kësaj qeverie të korruptume. Sami Gjoka ju përshëndet. Edhe si që dini ju gjithmonë, ky telefoni im kur unë marr